është folur shumë pak, ose as pak, për sa i përket sigurimit të banesës. Mund të ketë qytetarë këtu që as e kanë idenë se ç'është sigurimi i banesës. Megjithatë, unë di që është miratuar një ligj për sigurimin e detyrueshëm, por ka të bëjë me mendësinë, me mentalitetin e një populli, që do të thotë, pse do paguaj unë kot? Që më shumë mendon afat shkurtër Më se fal, afat gjatë. pse do paguaj unë kot? Po si do paguash kot, ore? Atë ndodhi tërmeti. Po ta kishe të siguruar atë shtëpi, Do do i kishe marrë lekët 1 për 1. Po ta kishe siguruar atë digë ose atë ser, ose po prodhim. Prodhim, do i kishe marrë lekët 1 për 1. Dhe kjo lloj kulture, unë nuk e di se si mund të spret, të shpërndahet për të bindur njerëzit për që të sigurojnë mallin dhe pronën e tyre. Pronën dhe produktet e tyre. Se di, nuk po i bëj propagandë kompanive të sigurimit, absolutisht. Jo, Bile jam kundër atyre. Më shumë jemi për Bile jam mbrojtjen kundër e atyre, ta them sinqerisht, pronës sepse në kontekst. kompanitë e sigurimeve, duke shkelur një të drejtë ligjore të shërbimit zjarfikës, nuk paguajnë 3% e primit të sigurimit nga zjarri. Siç paguan Sigali në Maqedoni, 5% të primit. Nuk e paguajnë në Shqipëri. Pra, edhe duan, edhe Të s'duan. derdhin në autoritetin e mikqyrjes financiare, ky fond ku shkon? Si japet që fundi? Pra, ti si subjekt, shkon e siguron objektin tënd? Nga zjarri, nga tërmeti, nga përmbytja kompania X. Ke kompania X. Është detyruar në Austri, po në çdo vend të Europës, që 3% të primit Që marrin nga qytetarët. kompania e sigurimit duhet ja japi shërbimit zjarfikës.